Shekh Abdurrahman Es-Saadi rahimahullah thot, sa i përket xhennetit, ai është vendbanimi i lartë dhe i çmuar, tek i cili nuk mund të arrijë dhe të cilin nuk mund ta fitojë çdo kush, përveç atij që i përmbush kaqet dhe mjetet që e çojnë tek ai. Thot Allahu i lartësuar: "Lakinil ladhina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma inda Allahi khairul lil abrar." Por ata që i friksohen Zotit të tyre, do të kenë kopshte nën të cilat rrjedhin lumejn, në to do të jenë përgjithmonë. Kjo është një mikpritje nga Allahu dhe ajo që është tek Allahu është më e mirë për të devotshmit. Thot Allahu i lartësuar: "Tilka hududullah wa man yuti'i Allaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-azim." Këta janë kufit e Allahut. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, ai do ta fusë nën kopshte, nën të cilat rrjedhin lumejn, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Kjo është fitoria madhështore. Dhe thot Allahu i lartësuar: "Wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun min Allahi akbar dhalika huwa al-fawz al-'azim." Allahu ka premtuar besimtarëve dhe besimtareve kopshte nën të cilat rrjedhin lumejn, ku do të qëndrojnë përgjithmonë, si dhe banesa të bukura në xhenetin e Adnit. Por kënaqësia e Allahut është edhe më e madhe. Kjo është fitoria madhështore. O robërt Allahut, dëgjoni këto përshkrime nga Zoti juaj dhe nxitoni drejt veprave të mira, që të jeni prej banorëve të tyre. Thot Allahu i lartësuar: "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin." Me të vërtet, të devotshmi do të jenë në kopshte dhe pranë burimeve, hyni në të me paqe dhe të sigurt. Ne do ta heqim nga zemrat e tyre çdo mllef. Ata do të jenë vëllezër, të ulur në frone përballë njëri tjetrit. Aty nuk do t'i prek asnjë lodhje dhe prej saj nuk do të nxirren kurrë. Thot Allahu i lartësuar: "Innal ladhina amanu wa 'amilu s-salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala." Me të vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të kenë kopshte të Firdausit si vend pritje. Aty do të qëndrojnë përgjithmonë dhe nuk do të dëshirojnë kurrë të largohen prej tyre. Thot Shekh Abdurrahman Es-Saadi, aty do të qëndrojnë përgjithmonë. Kjo është plotësia e begatisë. Në të gjendet begatia e përsosur dhe prej përsosmërisë së saj është se ajo nuk ndërpritet kurrë, nuk dëshirojnë asnjë ndryshim dhe asnjë largim prej saj, sepse aty nuk shohin veç se atë që u pëlqen, i gëzon, i kënaq dhe i lumturon.